Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse hani misër, bëni mirë ta dëgjoni këtë para se të jetë vonë për ju. Misri është një nga drithrat më të gjithanshëm që konsumohet në mbar botën. Është një ushqim i gjithanshëm pasi mund të përdoret edhe në gatime të ndryshme. Lëvoret mund të përdoren për të bërë tamale, mëndafshi për të krijuar çaj mjekësor, bërthamat për ushqim dhe kërcelli për ushqimin e bagëtive. Misri përdoret për të bërë edhe produkte të ndryshme siç janë ato të skuqura ose edhe gatime nga më të ndryshmet. Një fakt interesant është se mund të dini se misri mund të vijë edhe me ngjyra të ndryshme. Tradicionalisht misri është i verdhë ose i bardhë, por gjithashtu mund të jetë i kuq, i zi, blu, vjolltë dhe portokalli. Misri ka shumë përfitime shëndetësore. Ai përbëhet kryesisht nga fibra të patëreshme, gjë që e bëjnë atë një ushqim me indeks të ulët glicemik. Kjo do të thotë se është një ushqim që tretet ngadalë dhe nuk shkakton një rritje të pashëndetshme të sheqerit në gjak. Ai gjithashtu përmban vitaminën B si dhe minerale thelbësore duke përfshirë zink, magnez, bakër, hekur dhe mangan. Shumica e mineraleve mund të përfitohen nga ngrënia e misrit dhe kokoshkat si pjesë e tyre mund të japin gjithashtu shumë përfitime. Misri është një i pasur me element të mirë ushqyes dhe mund të jetë gjithashtu një produkt shumë i mirë edhe për problemet e kolesterolit. Sipas Journal of Nutrient Biochemistry, konsumi i misrit redukton gjithashtu kolesterolin e keq, duke frenuar përthithjen e kolesterolit në trup. Ky reduktim i kolesterolit të lipoproteinave me dëndësi të ulët përfshin reduktimin e sëmundjeve në zemër, parandalimin e arteriosklerozës dhe pastrimin e përgjithshëm të radikaleve të lira në trup. Misri ul edhe rrezikun e hipertensionit. Misri përmban fitokimikale fenolike që rregullojnë presionin e gjakut dhe parandalojnë hipertensionin. Përveç kësaj, misri është i pasur me vitaminën B, e cila është e domosdoshme për funksionet optimale të gjendrave mbiveshkore. Gjithashtu, misri është një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin e zemrës. Sipas ullëtimeve, vaj i misrit është me efekte antisëmundje në nivelin e kolesterolit dhe në këtë mënyrë redukton rrezikun e sëmundjeve të ndryshme kardiovaskulare, citon BMJ. Përveç kësaj, misri është një lëndë ushqyese e shëndetshme për zemrën, për shkak të përmbajtjes së pasur të folatit dhe bagjesit. Misri parandalon problemet e anemisë. Sot anemia është një nga problemet të mëdha e cila shihet më së shumti për shkak të mungesës së vitaminës B12 dhe acidit folik në trup. Trupi ka nevojë për hekur dhe folat për të krijuar qelizat e reja të kuqe të gjakut. Këto substanca gjenden te misri, gjë që mund të parandalojnë aneminë. Nëse keni anemi, zvogëloni problemet e saj me konsumin e misrit vazhdimisht në dietën tuaj. Misri është i pasur me fibra shumë të rëndësishme për organizmin dhe shëndetin tuaj. Misri është një lëndë ushqyese e përdorur në dieta pasi plotëson 19% të fibrës së nevojshme për trupin tuaj. Gjithashtu ul nivelin e lartë të kolesterolit dhe zvogëlon rrezikun e problemeve të zorës së trashë për shkak të përmbajtjes së efekteve të tij. Një dietë e pasur me fibër është po aq e mirë sa edhe për shëndetin tuaj tretës. Prandaj, fibra tek misri mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin. Misri do të ofrojë lëkurë dhe flokë të shëndetshëm. Megjithëse ka vitaminën A dhe beta-karoten, misri është i dobishëm për shëndetin e lëkurës. Gjithashtu ai e mban lëkurën të mbrojtur nga rrezet e dëmshme të diellit, falë përmbajtjes së lartë të vitaminës C. Vitamina E, një tjetër vitaminë e rëndësishme për shëndetin e lëkurës, gjithashtu e mban lëkurën e shëndetshme. Është i dobishëm për shëndetin e flokut për shkak të acideve yndyrore omega 3 dhe omega 6. Gjithashtu, misri është një zgjidhje shumë e mirë edhe një burim i mirë i energjisë. Falë sasive të larta të vitaminave dhe karbohidrateve që përmban, misri është një burim i energjisë. Karbohidratet sigurojnë energjinë e nevojshme për funksionin e duhur të trupit dhe të mendjes. Hani misër për të pasur gjithashtu sy më të shëndetshëm. Degenerimi makular dhe katarakta janë shkaktarët kryesorë të çrregullimeve vizuale më të zakonshme në botë dhe në verbëri, ndërkohë që infeksionet dhe pleqëria janë ndër shkaqet kryesore të këtyre problemeve. Edhe ushqimi mund të luajë një rol të rëndësishëm në shfaqjen e tyre. Karotenoidet si zeakanthina dhe luteina që janë te misri mund të sjellin gjithashtu përfitime më të mira për shëndetin e syve. Ndaj, duhet ta pasuroni atë vazhdimisht në dietën tuaj
për të mbajtur larg gjithashtu edhe problemet tuaja shëndetësore. Konsumi i misrit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për organizmin. Atë mund ta konsumoni si të zjerë, ashtu edhe të pjekur. Misri ka një reputacion të pamerituar si një ushqim i modifikuar gjenetikisht plot me karbohidrate. Shtojeni këtij ushqim edhe shurupin e misrit me fruktozë të lartë që mund të pyesni nëse misri kalli meriton një vend në udhëtimin tuaj këtë verë. Këto janë arsyet kryesore shëndetësore pse duhet të përfshini misri në dietën tuaj. Misri është i ulët në kalori dhe do ju ngopë më shpejt. Një kallim me misër në mallësi mesatare ka vetëm 77 kalori, por mos lejoni që 17 gram karbohidratet ju trembin. Ndërsa dëshironi të shmangni karbohidratet e thjeshta të tilla si orizi i bardhë, karbohidratet komplekse, përfshini ushqimet dhe drithra të tilla si misri, sugjerojnë edhe si një burim i mirë për karbohidratet. Edhe pse ka një shije të ëmbël, kalliri i misrit ka vetëm rreth 3 gram sheqer, në krahasim me 19 gram që ka një mollë. Misri është një burim shumë i mirë i proteinave dhe fibrave që ju bën të ndiheni më të ngopur. Misri gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë edhe për diabetikët. Sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, rreth 40% amerikanëve do të zhvillojnë diabetin e tipit 2 gjatë jetës së tyre, dhe njerëzit e moshës së mesme dhe të moshuarit janë në një rrezik më të lartë. Ndërsa misri shpesh konsiderohet një ushqim që diabetikët duhet ta shmangin, ulëntimet tregojnë se misri ndihmon në kontrollin e këtij problemi, vetëm duhet të konsumohet në formën e papërpunuar për të evituar kështu edhe gabimet në përdorim. Misri është një zgjidhje efektive e dietës suaj, qoftë edhe në formën e tij të zier, duke marrë përfitime të rëndësishme që do t'i japin trupit edhe mbrojtjet e merituara. Ai mund të përmirësojë shëndetin e zorrës së trashë. Misri është një burim i fibrave të tretshme dhe të patretshme, të cilat mbajnë sistemin tuaj tretës në një gjendje më të mirë. Ulëntimet tregojnë se fibra luan një rol në parandalimin e problemeve të zorrës së trashë dhe rritjen e bakterieve të mirave të zorëve. Për shumë vite supozohet gabimisht se konsumi i ushqimeve të tilla si arrat, misri dhe kokoshkat shkaktonin probleme të divertikulitit, një gjendje e dhimbshme që përfshin edhe probleme të zorëve. Por një studim sipas BMJ tregoi se personat që konsumojnë misër kanë një lehtësi më të mirë të shëndetit të saj. Është një ushqim i pasur me drithra që ndihmon edhe kundër problemeve kardiake. Testet laboratorike tregojnë se aleuroni dhe mikrobet të dyja të pranishme të misrit mund të ndihmojnë në parandalimin e problemeve të arteriosklerozës dhe ulin kolesterolin e keq duke mos ndikuar në kolesterolin e mirë. Misri gjithashtu përmban vitaminën C, B6, si dhe kalium dhe magnez, të cilat parandalojnë gjithashtu edhe problemet tuaja kardiake. Misri është një nga përdorimet me më shumë vlera që mund të përfitoni gjatë ditëve të nxehta të verës, pasi ka përmbajtje të lartë karbohidrateve dhe shumë fibra. Mënyra më e mirë për të konsumuar misrin është ai i zgjerë, sepse pjekja në prush e dëmton strukturën e lëkurës si dhe shkakton probleme të stomakut. Me zgjerrjen e misrit ju përfitoni shumë vlera ushqimore, disa prej të cilave janë renditur në këtë video. Vitamina C, folati dhe komplekset e vitaminës B përbëjnë një ushqim bazë të shkëlqyer për shëndetin e zemrës, gjë që gjenden me shumicë tek misri. Antioksidantët si luteina dhe zakanthina forcojnë shikimin tuaj dhe mund të jenë një zgjidhje produktive me marrjen e tyre në mënyrë të përditshme. Fibra që gjendet te misri ushqen veçanërisht zorën e trashë duke përmirësuar situatën e kapslëkut dhe problemin e hemoroideve. Proteinat të cilat së bashku me fibra ndihmojnë shumë më mirë në rregullimin e sheqerit në gjak. Acidi folik, një vitaminë shumë e rëndësishme që luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e duhur të fetusit në shtatzani gjatë 3 mujorit të parë, mund të jetë një zgjidhje shumë efektive për organizmin. Nëse doni të përfitoni nga misri, atëherë konsumoni atë në baza të dietave tuaja brenda normës së lejuar, ose mund ta merrni edhe në formën e bukës së misrit për të dyfishuar vlerat. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.